Çka ju ka pyetur policia? Vetëm pak mos u ngutet ta kryen pyetjen. A ju kujtohet çka ju ka pyet policia dhe çka jeni përgjigjur? A ju kujtohet? Përgjigja është punë. Është lidhur në A mund të na tregoni çka? Çka ju ka pyetur? Se kam shumë e qëra. Ka e vozila. Cilës makinë? Excel. Cilës makinë, thot Seat Excel. XL. Si shkruan për shumë? EXEO. Mirë. Dali to vozilo marke? Ky veturës Seat Excel është karavan ngjyrës e zezë me tabela të regjistrimit? Vetëm pak. 07 984 viz e k. Kujt ja keni dhënë me qira këtë veturë? Atë kujtohet? Kada? Kur ja ke dhënë? 27 nëntor 2023. Koje godine? Një herë. Dobro. I koliko ga je imao u posjedu? Dhe sa e ka pas në mbajtje në posedim? 29. Dalje? Pastaj? Prap. U koliko sati ga je vratio? Me 29 në ora sa e ka kthy? Oko 2 časa. Pastaj e ka marrë prap? Pastaj e ka marrë prap? Me datën 29 në ora 2. E ka kthy, mbas një ore në ora 3 e ka marrë prap. Me datën 29 në ora 14 e ka kthy dhe pas një ore në ora 15 e ka marrë prap. Možete li da nam kažete gde je? Mund të na tregoni ku e ka marrë veturën me 29/11/2023? Gde je bilo vozilo? Ku ka qenë vetura kur e ka marrë ai? Të shtëpia ime, Dalje? Pastaj? S kim je došlo do usme? Me kën ka ardhur me marrë veturën? Atë kujtohet? të se kam njoft, makina që ka ardhur ka qenë tip Range Rover. Me kë ka ardhur me marrë ta marrë veturën? Ka qenë një person i panjohur për juve me një makinë të tipit Range Rover. Koje boje Range Rover? Range Roveri çfarë ngjyre kishte? Hiri. Çfarë ngjyre ka pasur vetura Range Rover? Thot ngjyrë hiri. Kada su došla ta lica? Kur kanë ardhur ata persona, kush e ka vozit atë Range Roveri? A Graniti apo ai personi tjetër të cilin nuk e ke njoft? Thot Graniti apo personi që ju nuk e keni njohur? Kur kanë ardhur, makinën Range Rover u kanë të vozit Granit Plova. Pastaj pasi ka marrë makinën Seat Excel, personi që ka qenë pasagjer ka vozit makinën tip Range Rover. Personi që ka qenë, tjetër që ka qenë pasagjer e ka vozit mandej veturën Range Rover. Rekli ste došlo je sa... Keni thënë që ka ardhur me një person që për ju ka qenë i panjohur në atë kohë. Da li u ovom trenutku Në këtë moment, a e dini cili person ka qenë atë ditë me Granit Plovën kur e ka marrë përsëri veturën e markës Seat? Nuk e njo, as nuk e dikush është. Nema više pitanja, hvala. Nuk kam pyetje tjera, faleminderit. Faleminderit.
Ju më herët potencuat se e keni parë personin i cili e ka vozit veturën Range Rover, pasi Graniti e ka marrë me rend veturën tuaj. Apo? A është e vërtet kjo? Është e vërtet? A ju kujtohet për sa kohë ka qëndruar vetura Range Rover gjatë kohës kur Graniti e ka marrë veturën tuaj me rend? Kujtohet vetëm ata pak minuta që deri ja kam jap makinën Granitit, ka qenë aty makina. Atëherë kanë vazhduar të dy bashkë, me dy makina. A keni mujt me po qartësisht personin i cili e ka vozit veturën Range Rover? Atë persona kam po, prapë është i panjohur, nuk e mbaj mend. Nuk e njoh. Ju po thoni që e keni po sot me po e njeni? Ndoshta e njoh, si fytyrë më kujtohet, e njoh. Edhe një herë. Ndoshta the një. A mundeni më kthy kasolla? Edhe me shiku. Veç pak dëshmitar ka dalë advokat në këto është trupi gjykus që veç është një kjo veç me le trupi gjykus mund të bëhet, ju mund ta parashtoni kërkesën ka prej trupi gjykus, po jo vetë, sepse ne jemi këtu me udhëheq. Gjyqtar, ta bëj pyetje mos tani na vendosni me leju ajo. Po, avokat. A mund të ktheheni nga solla dhe të shikoni me rand dhe nëse ju kujtohet personi i cili ka vozitur a ditë veturën Range Rover është në solla po ju? Veç pak mos u kthe dëshmitar, trupi gjykus e vlerëson këtë. Trupi gjykus pas këshillimit merr atë vendim, lejohet që dëshmitari të kthehet. Po, avokat, më fal, mos veç një moment. Kemi një kundërshtim, nuk ju pash avokat, nëse se nuk ju kumë pa, në ashtë ta keni ngrit dorën. Në kam një vrejtë në këtë temëve, dhe nëse i lejohet të shishime. Ujtë në të padehore. Shumë letë, çdo kur të mëndje së edhe mund të shupozat që këta janë në një Ape qënë mikrofonin, se nuk funksionar pa përkëthimi. Ky identifikim ka që dashtë bëhet në hetime. Edhe dhjetë që është a procedura identifikimit, jënë këtë mënyrë. Edhe një gjyshmi verbër mund të thotë edhe mund të bjenë një supozim apo konstatim logjik që këta mund tjetë, me vetë faktit që në të akuzumë. Nuk më duke këtë identifikim më regullë, edhe pëse s'ka pikë përshimi që nuk janë këta. Po me gjithate, kam vrejtët e mija këtë vrejtët serioze, identifikimi këtë mënyrë. Që mund të thotë që këta kanë qenë. Po, Granit veç pak ta thot avokati, po e shoh që e keni ngrit dorën, gjithë shka do të shënohet proces verbal, vetëm ta marim reagimin, e kam vërejtje në këtë drejtim, pas që ky identifikim është dashur të bëhet në hetime, edhe një gjysmë i verbër mund të thotë që këta kanë qenë. Sepse xhinët pa nehojt sallë, edhe kemi të bëjmë me një dëshmitar për ka bosha, për ka përvoje, për ka dhe mund bjetë shumë në ndikimin e atmosferës, në ndikimin e pjesëmarrësve tonë në kësaj çështje penale. Mund të bje në ndikimin. Edhe çdo identifikim, ke i drejt apo i pa drejt, nuk ka shtë i qëndrueshëm pikpamje procedurale. Moshët të pranishme dhe në sallë. Dhe çdo identifikim? Pavarësisht, a është i qëllum, apo sa i qëllum, apo janë ata përsudet këto asë janë. Lenë shumë për të dyshu si është pa tepër një konstatim njohje logjike, njohje reale. Le për të dyshuar, sepse më shumë... Prokuria i ka pas 2 vite gati në kohë me bëj identifikimin në forma kështje në forma më të rejtë. Avokat si e thëtë, më shumë është? Po mund tjetë një identifikim ose konstatim që kjo apo sa i person mund tjetë pa tepër logjik, jo real. Më shumë logjik se sa real. Mirë. Prokuria ka lëshu këtë veprim, ka pas ko boll, mi identifiku, jo me shumë të rastë këto. Ato falemderit, Granit nëse mundësh një mikrofon afer, mundësion në Granitit të deklarohet? Gjyqtara nuk më rrinë më shumë. Sfarë të shëndetje. Po? Me sa mu e di jone... Cila është, po, Granit po e ndëgjojnë? Me sa mu e di jone, shpia ku humor kërën me renta,
është me kamera. Dhe shihet qartas, me kanë një kohë. Granit nuk e kuptum, keni të drejtë thash me bo deklarime dhe vrejtje lidhur me deklarimet e dëshmitarve, po a keni kundërshtim konkret, a keni ndonjë kërkesë prej trupit gjykues apo vetëm po i jepni në formë të sqarimit? Jo, unë veç me boj pyetjen këtyna dëshmitarit. Granit, tash të vjen rendi. Nëse s'ki diçka të vjen rendi ta mundson. Le të mbetet deshta ta pyes dëshmitarin, por Ullo, Granit, nëse s'ki diçka, tash ju vjen rendi edhe juve me parashtru pyetje. Po, avokat, na veç Ndorë gjyqtar antar, trupi gjykues, me vëmendje ndëgjova vrejtjen e kolegut Ndres. Vrejtja e tij është plotësisht e drejtë, është e ligjshme dhe ka mbështetje në kodin e procedurës penale. Kur është fjala ka mbështetje në KPP për identifikimin e personave të cilët prokuroria ka dilema, procedura është krejtësisht e thjeshtë. Do të bëhet radhitja e personave përgjithsisht të mënyra fizike të tyre profesisht e njëjtë, me i radhit personat, atëherë do të me bëjë identifikimin. Une, avokat, shkruaj, duhet të bëhet radhitja e personave ashtu siç parashit me dispozita. Me dispozita ligjore, por afërsisht të konstruksionit të njëjtë. Ata s'mund me qenë identik, po njëjtë. Këto ka pas mundësim, nuk e ka bon. Çështja tjetër, tash këtu i kemi 3 akuzum. Fokusi po dihet që automjetin po supozohet që e ka marrë Granit Pllava. Ky tash e njeh këtë person sa ju quhet dhe tha. Tash e kemi 2 tjerë. Po supozohet se e din që veturën sa e ka marrë Granit Pllava, po? Tash i kemi 2 tjerë. Ky tash me rastin e radhitjes policisë të cilët të shoqëru, atëherë po dihet që është kushtim kokalla edhe në imërësirë. Granit Pllava. Ka pyetjet nuk bënë në drejtim e një personin, jo që janë këta dënjame. Jo, a një personin, po kjo tha, kjo tha përgjigje me po më këthy e njo. Zotëri gjyqtar. Ja, kjo tash ti kur të kthehet, kjo sigurisht dikujna mundet me thonë. Na po supozojmë, na kena për hir të sigurisë juridike. Edhe veç edhe një pyetje kom për këtë djalin. Avokat, tash keni me pas pyetje. U kry. Lejo që dëshmitari të kthehet nga të pranishmit në sallë, pasi që dëshmitari tha mund ta njoh personin që ka qenë me veturën, që ka vozit veturën Range Rover, ndërsa sa i përket çështjes së deklarimit, gjykata në fillim njoftova me pasojat e deklarimit të rreth. Aurel, mundesh më u kthym prapa? A më ngashtu diçka? Vetëm pak. Që donë që të pengojnë këto dëgjuzet, apo më dëgjon? Po mirë. Aurel, mundesh më kthym mbrapa edhe me shiku apo është në sallë personin që ka qenë duke vozitur veturën Range Rover, pasi e ka marrë Graniti veturën se atë. Mundesh më kthym mbrapa edhe me po nëse po është personin a është në këtë sallë. Shqo krejt sallën, edhe avokat apo ullësh, mjalli u pomi në nga mbrapa teja. Atë person nuk e shokta, nuk është. Atë person nuk është në sallë.
Po, avokat Leotin? Në ditën kur është morë vetura me rend nga Graniti, atë kujtohet kush ka lëvizi pori nga vend parkimi ku është morë vetura me rend? Vetura e Granitit apo Range Roveri? Sysh me kujtohet, cëllë ka ezi pori nuk e di, po kanë ezi për një herë. A ka qenë i pori i Range Rover, apo Seati nuk e di. A keni pyetje tjera? Po, atë kujtohet çfarë torga ka pasur vetura Range Rover? Nëse të kujtohet, gjyqtore. Nuk më kujtohet, nuk i kam shqyrë. A ju kujtohet është kjo hera e parë që Graniti ka marrë vetur me renti tek ju? Graniti ka marrë makinën 2 ditë, tonin pas 2 ditë. Vetëm pak se. Vetëm pak se Nuk nuk e e ka përfundova se më ty më me përcjell proces mbrojtëse. Graniti ka marrë vetur me rend tek ju? Apo ka ndodhur edhe në herë tjetër? Po, dëshmitar. Granit Plova ka marrë vetëm me datën 27, e ka kthy me datën 29, prap njëjtën ditë e ka marrë prap, ma herë nuk kujtohet që ka marrë. A e ke njohur Granitin para datës kur ka ardhur me marrë kerrin me rend? E kam njohur si figurë, shodrat i kemi afër, e kam po ashtu ka punu afër asaj pompës. Aty në i ndroj gumat e makinave, e kam pas si Fshatrat i figurë. kemi afër. Veç nëse mundet me zo pak më të lartë, E gjyqtore. kam njohur si figurë, fshatrat i kemi afër, ka punuar afër pompës. Afër pumpës, aty afër pumpës është një vulkanizar, Ai ka punuar afër pompës. Aty afër është një vulkanizar. aty kam ndru gumat e makinave, edhe e kam pas si figurë. Unë i kam ndruar gomat e makinës dhe E kam parë si figurë. e kam A mundesh më na përshkruaj pak më në detaje personalitetin e tij? mos u përgjigj. Gjyqtore, se përfundova halo. Thutna. Se përfundova pyetjen. Personalitetin e tij, apo mundesh më na përshkruaj me këndër shoqëru, me qenë se potencuat që e keni njohur, e keni parë, a mundesh më na përshkruaj me ndonjë shok të tij me të cilin ajo është shoqëruar kohëve të fundit? Dëshmitar, mos u përgjigj një herë. Përfundut, a mund na përshkruani pak më në detaj personalitetin e tij, me kë është shoqëruar, me qenë se potencuat se e keni njohur, se e keni parë, a mund na përshkruani ndonjë shok të tij me cilin është shoqëruar kohët e fundit? Trupi gjykues pas këshillimit me rak vendim? Refuzohet pyetja. Avokat, e para, është pyetje e shumë fesht. Trupi gjykues për atë dhe kur e tha fjalinë e parë personalitetin, dëshmitari këtu nuk është i thirrur më na fol për personalitetin e askujt. Nëse keni pyetje konkrete, po nga një pyetje për dëshmitarin. Po. Po, çështja let lidhet gjyqtore Alban për ma... Po. Avokat, dëshmitari është i ftuar. Dëshmitari është i ftuar në pionës prokurorisë vetëm për një çështje konkrete, edhe atë për morrjen e veturës me qira. Kështu që këtë pyetjeve të lutem fokuso vetë sa i përket kësaj pjese edhe pjesën tjetër. Gjithashtu dihet që kodi i procedurës penale palë tjera do të bëjnë shtrojnë pyetje të tërthërta. Ne jemi të bëjë tolerem këtë pikë, mi po ju në atë mosën që me kesh përdor jo. Po është dëshmitari prokurorisë, prokuroria bën pyetje dhe për drejta, ndërsa palë tjera pyetje të tërthërta dhe vetëm konfirmim asaj që ka deklaruar. Andaj kërkojmë që ta shëtutje fokusohet vetëm pyetje që të janë dispozita ligjore. Edhe çështje konkrete për të cilën shtu dëshmitari. Lëshon në mikrofonin, avokat. Faleminderit. Në ditën kritike,
ju më deklaruat se ka qenë graniti tek ju, a keni vërejtur ndonjë shqetësim apo ndonjë problem tek graniti, pasi që 2 orë ose pasi që 1 orë më herët e ka dorëzu veturën e njëjtë, e ka orë 1 orë më vonë me marrë prap veturën e njëjtë. A pe kupton pyetjen? Po, a me përgjigj? Po. Unë nuk e di që më falë. Atë ditë, kur ka qenë granite me marrë makinën, a e veç më ka thonë, vynë makina me shu deri në aeroport, me marrë dikon. Po ashtu, këtu hyp makinë graniti, ka thonë që duhet me majtë familjen. Po duhet me majtë familjen. Duhet me mbajt familjen. Duhet me mbajt familjen. Po duhet me mbajt familjen. Kaq. Nësëm ka shpo. Granit, tash është rrodha juaj të... A ki pyetje për dëshmitarin? Jo, s'keni pyetje. Mirë, avokat Ndrecaj? S'keni kushtrim, a keni pyetje? Nuk keni pyetje. Prokurora, a keni rimarrin pyetje? Nuk keni rimarrin pyetje. Asu nuk kam pyetje për dëshmitarin, gjyqtari Elban, gjyqtari Gent, a keni pyetje, pa pyetje. Dëshmitar, a ki diçka tjetër më na thonë që është e rëndësishme për këtë proces penal e që na nuk i kemi pyet? Çdo sanë që kam bos, e kam thonë në deklaratë polici, nuk kam diçka më shtu. Nuk keni diçka tjetër më shtu. Faleminderit që ishit. Nëse doni mund të qëndroni në sallë, ju lejohet, po nëse keni obligime, mund të largoheni nga salla. Faleminderit shumë. Doni të largoheni nga Do të salla. largohen ato. Me lejen e gjykatës, dëshmitari largohet nga salla.